Mirëmbrëma të dashur ndjekës, mirëmbrëma të dashur miq të emisionit A më dëgjon, ja ku po takohemi edhe këtë të mërkur sërish së bashku, në këtë natë të madhe, në këtë natë të bekuar, në këtë natë të shenjtë për të gjithë besimtarët musliman. Njëherit me zemër ju them për hajër ju qoftë nata e Kadrit, qoftë kjo natë e faljeve tona, qoftë kjo natë e pranimit të lutjeve tona dhe qoftë kjo natë e bekimit të mirësisë në çdo familje muslimane. Ne i transmetuam 3 emisione kushtuar muajit shenjtë të Ramazanit. 3 emisione që nëpërmjet atyre emisioneve u munduam që t'japim mesazhe të bukura tek qytetarët tanë, tek besimtarët musliman, të ruajmë familjen, të ruajmë shoqërinë, të jemi solid mes njëri tjetrit dhe të bëjmë vepra shumë të bukura. Sonte është nata më e bukur, sonte është nata më e madhe, e vetmja natë që ne e presim gjatë gjithë vitit për të na falur mëkatet tona. Sonte do të flasim gjërësisht për këtë natë. Jam shumë i nderuar dhe i respektuar në këtë natë me kaq vlerë, në studion time më ka nderuar doktor Hoxh Zekeria Bajrami, një hoxh i nderuar me vlerë po kaq të madhe sa i kemi netët e shenjta. Faleminderit shumë hoxh që më respektuat, faleminderit shumë që në këtë natë të shenjtë erdhët në studion e emisionit A më dëgjon për të ndarë me publikun ton dhe për të shtjelluar rëndësinë e kësaj nate kaq të madhe. Dhe unë ju falenderoj për ftesën. Të lutem. Allah ju ruaj. Amin. Do ta nisim me pyetjen e parë. Çfarë është nata e Kadrit dhe pse ka kaq shumë rëndësi kjo natë në Islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Hamdi, falënderimi, lutjet, adhurimi i takojnë vetmit Zot të pashoq Allahu Dhul Jalal. Ndërsa salavatet tona, përshëndetjet tona të përzemërta ja kushtojmë edukatorit ton, mësuesit ton, të dashurit ton, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nata e Kadrit e ka vlerën e veçantë gjatë vitit, mu për arsye se në këtë natë ka zbrit Kur'ani. Natën e Kadrit ka zbrit Kur'ani. Prandaj Allahu Dhul Jalal në Kur'an e ka regjistruar dhe thot Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj i agjerimit, muaj Ramadan, është ai muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Dhe nata e Kadrit e ka marrë këtë vlerë vetëm për shkakun që në këtë natë ka fillu zbritja e Kur'anit. Në këtë natë është taku drita e qiejve me dritën e tokës, me shpirtin dhe zemrën e pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka kontaktu Gjibrili, meleku numër 1, Gjibrili melek gjigant, është Gjibrili ai melek të cilin Allahu Dhul Jalal e ka zgjedhur dhe e ka detyruar që të komunikojë me të dërguarit. I dërguari special tek pejgamberët ka qenë Gjibrili a.s. Dhe mu në këtë natë, pra në natën e Kadrit, ka ndodhur kjo dhe ka ardhur Gjibrili me ajetet e para kuranore, të cilat i përsërisin gjithmonë muslimanët dhe është një ajet madhështor ku Allahu Dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Gjibrilit ikra lexo. Dhe bashkë kjo ka ndodhur pra në natën e Kadrit, kurse nata e Kadrit me argumente kuranore gjendet gjatë muajit të Ramazan. Gjatë muajit të Ramazanit. Kjo është më së vërteta. Pse zgjidhet i nderuar hoxh pikërisht ky muaj për të qenë nata e Kadrit dhe jo një muaj tjetër? Kjo është dëshira dhe përcaktimi i Allahut Dhul Jalal për ta vlerësuar një muaj i cili vetmi muaj në Kur'an përmendet me emën Ramadan. Na kemi 12 muaj honor, sipas kalendarit honor, vetëm ky muaj përmendet në Kur'an, Shahru Ramadan. Po ne i themi Ramazan, se kemi marrë nga turqit, se turqit nuk e shqiptojnë, po e shqiptojnë za. Edhe ne i thomin gjuhën tonë më të lehtë Ramazan, për ndryshe ai muaj quhet Ramadan. Dhe Allahu Dhul Jalal e ka zgjedhur këtë muaj që në këtë muaj ta zbret Kur'anin dhe e ka ngritur këtë muaj për shkak të zbritjes së Kur'anit. Dhe Allahu Dhul Jalal ka zgjedhur shumë gjëra mbi të tjerat. Për shembull siç ka zgjedhur mbi
mbi muajt e ka zgjedh Ramadanin, mbi netët e ka zgjedh natën e Kadrit. Gjithashtu është edhe nata e Xhuма e vlefshme, pa ajo është javore, kurse nata e Kadrit është vjetore, nata më e vlefshme gjatë vitit, siç është edhe dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita më e zgjedhur. Allahu dhul Xhelal ka ngrit disa gjëra mbi të tjerët, siç i ka ngrit pejgamberët mbi të gjithë njerëzit, i ka ngrit melekut Xhibrilin, Mikailin, Israfilin dhe Melekul Maut, i ka zgjedhur mbi të gjithë melekët që janë të panumërt, edhe ka net të cilat i ka vlerësuar dhe ka ditë të cilat i ka vlerësuar, pra është zgjedhje e vet Allahu dhul Xhelal. Dhe në Kur'an Allahu dhul Xhelal thotë la yus'alu amma yef'alu wa hum yus'alun. Ai nuk pyetet, nuk merret në pyetje për asgjë se ai bën çka don, kurse njerëzit do të merren pyetje nëse nuk i bëjnë punët siç ka urdhëruar Allahu dhul Xhelal. E pse atëherë i dërguari i Allahut nuk i lajmëroi sahabët se cila ishte nata e Kadrit apo cila është nata e Kadrit? I dërguari sallallahu alaihi wasallam i pat lajmëruar sahabët se nata e Kadrit aq e vlefshme është gjatë muajit të Ramazanit dhe ju tha se iltemisuha fil ashr al awail min ash-shahr. Kërkonje në 10 e fundit të muajit të bekuar. Pra natën e Kadrit, më së tepërmi, duhet kërkuar në 10 e fundit dhe ato në netët tek. Por kjo nuk do të thotë se nuk mund të jesë edhe në 10 e parë apo në 10 e mesëm. I gjithë muaji Ramazanit, çdo natë është potencial për të qenë nata e Kadrit. Kjo është që ne sa më tepër të adhurojmë Allahun dhul Xhelal, të mos fokusohemi në një natë. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë iltemisuha, kërkonje në 10 e fundit në tek. Dhe një natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë që t'ju tregoj sahabëve për natën e Kadrit fiks. Kur ka dalë i ka gjetë 2 shok, 2 sahabë duke u zanë mes vete, edhe është angazhuar me ata edhe ka kthy prap në shtëpi dhe ka mbet pa ju tregu se cila natë është e Kadrit. Po kjo është në favor tonin, nëse sikur të ishte them e caktuar siç pretendojmë ne, siç mendojmë ne dhe shpresojmë me të madhe që të jesen 27, mirë po, kjo na jep më shumë, kjo që është anonim e pacaktuar, na jep më shumë gjasa që ne të adhurojmë Allahun dhul Xhelal gjithë muajin e Ramazanit, çdo natë të muajit Ramazanit, duke shpresuar se çajo natë mund të jetë e Kadrit. Do më thuash cila është vlera e veprave të mira të bëra në natën e Kadrit? Në surën Kadr, se kemi një sure, kemi një suratul Kadr, ku thot Allahu dhul Xhelal inna anzalnahu fi lejletil Kadr, ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, edhe për shkak natën e Kadrit thot khairun min alfi shahr. Kjo natë është më e vlefshme, jo aq barazi me 1000 muaj, por më shumë se aq. Më shumë. E sa është më shumë? Allahu alem. Nuk e ka caktuar. Më shumë. Kur thomi më shumë, veç ai e din sa është më shumë. Lejletul Kadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Çka do thot më e vlefshme se 1000 muaj? Një namaz që falet natën e Kadrit është më i vlefshëm sikur të falesh 1000 muaj. Një sadaka që jepet natën e Kadrit ka vlerën më shumë se të japish sadaka 1000 muaj. Ai Kur'an që lexohet natën e Kadrit ka vlerën sikur të lexosh 1000 muaj. Dhikri që bëhet natën e Kadrit ka vlerën sikur të bësh dhikr mbi 1000 muaj. Pra, kjo është qëllimi ku nata e Kadrit është më e vlefshme, do të thotë adhurimet, lutjet që bëhen, punët e mira që bëhen në natën e Kadrit kanë vlerën sikur çat punën dikush ta bëjë 1000 muaj ose mbi 1000 muaj. Të njëjtë. Kjo është një privilegj i këtij ummeti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ju ka treguar sahabëve se njerëzit më parë kanë jetuar shumë gjatë, jetë të gjatë kanë jetuar. Për shembull thuhet se Nuhi alayhis salam si pejgamber ka jetuar 1750 vjet. 1750 vjet. Ai 1000 vjet ka qenë vetëm pejgamber.
Wow. Në Kur'an thot Kurani i Kerimi, ka qëndruar në popullin e vet, tek populli vet ka qëndruar 950 vjet. Ka qëndruar 1000 vjet pa 50. 50 janë ato mbas tufanit, janë mbas vërshimit. Kështu që bëhen 1000. Sahabët i kanë thonë, o i dërguar, që kemi me bo ne me këtë thoja, me këtë jetë kaq të shkurt, me këtë ibadet kaq të shkurt, që kemi me bo ne? Kur ato kanë adhuru Zotin me 1000 vjet, me 100 vjet, Allahu dhul Gjelal ja zbret këtë sure që t'i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ju në këtë jetën e shkurt e keni një natë, kush bën ibadet, kush adhuron Zotin, kush lutet, kush pendohet, kush kërkon falje, në këtë natë vlerësohet sa 1000 muaj, 84 vjet e sa. Llogaritë çdo natë e Kadrit e ka këtë vlerë. E kalon edhe jetën e Nuhit alayhis salam, edhe të pejgamberëve që kanë jetuar gjatë. Prandaj kjo është një inkurajim dhe është një privilegj që Allahu dhul Gjelal ja ka dhuruar këtij umeti në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë natë kaq të vlefshme. I nderuar hoç, që parë përmendet vet ju, që do të thënë ka një sure që i kushtohet natës së Kadrit në Kur'an. Po. Dhe unë doja të ndaloj pak këtu. Çfarë thot Kur'ani për natën e Kadrit dhe cilat janë ato ajete që e përmendin atë? Këtu kryesorja është Suratul Kadr, këtë që e përmendëm. Është kryesorja. Kryesorja kjo është, përmendet edhe në një sure tjetër, fiha yufraku kullu amrin hakim, Allahu dhul Gjelal thot, në natën e Kadrit zbërthehen të gjitha vendimet që Allahu dhul Gjelal i ka vendos për umetin, pa ajo bazamentale, ajo kryesorja është Suratul Kadr, e cila fillon Inna anzalnahu fi lejletil Kadr. Unë kam zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adrake ma lejletul Kadr. As ti o i dërguar nuk e din vlerën në natës Kadrit. Allahu dhul Gjelal kështu ja thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As ti nuk e din çfarë vlerë ka nata e Kadrit. Në gjuhën arabe kemi edrake dhe yudrike. Wa ma adrake ma lejletul Kadr. As ti nuk e din se ç'është nata e Kadrit. Që do të thot, as ti deri tash nuk e din. Lejletul Kadri khairu min alf shahr. E tash të tregoj. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, më e vlefshme. Kur i thot vema çdo ajet në Kur'an, kur i thot ma edrake edhe ti nuk e din, do të thot ja tregon pastaj. Ndërsa kur i thot u ma yudrike, as ti nuk e din, madje që edhe nuk do ta dish. Për shembull, kur është në pyetje kiameti, Allahu dhul Gjelal i thot të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ve ma yudrike la'alla sa'ate takunu qarib. Ku mund të ta dish ti? Nuk e din. Mundet që kiameti është afër, po si ka tregu kur është. Kur nuk i tregon kur ose çka është, i thot ve ma yudrike. Ndërsa kur i thot ve ma adrake, ti nuk e din, po unë tash të tregoj. Ve ma adrake ma lejletul Kadr. As ti deri tash nuk e ke di çka është nata e Kadrit. Nata e Kadrit, lejletul Kadri khairu min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim. Ku në këtë natë zbresin melaqet bashkë me Gjibrilin. Dhe ata vizitojnë muslimanët derisa të agon mëngjesi. Dhe me agimin e mëngjesit, me zbardhjen e dritës, ngrihet Gjibrili me të gjithë melekët lart. Edhe pse Allahu dhul Gjelal nuk ka nevojë dikush t'i raporton, por për ta kuptuar ne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ngrihen me laqet lart dhe i raportojnë Allahu dhul Gjelal për gjendjen e ummetit, për gjendjen e muslimanëve në këtë natë të madhe. Vallë, kanë lexuar Kur'an, kanë fal namaz, kanë dhënë sadaka, kanë bërë hajrat, kanë bërë dhikr, kanë bërë lutje, janë penduar, domethënë këto janë punët e mira që duhet bëhen këtë natë, të cilat vlerësohen sikur ti kishe bën 1000 muaj. Po dikush ka flet, dikush ka lujt, dikush s'ka hinë në shtëpi, i raportojnë me laqet Allahu dhul Gjelal për gjendjen e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo salamun hiya hatta matla'il fajr, dhe është shpëtim dhe është mirësi nga Allahu dhul Gjelal, zbret mirësi, bereqet, mëshirë tek muslimanët në këtë natë derisa të agojë mëngjesi. Kjo është madhështia e kësaj nate për të cilën flasim, pra nata e Kadrit.
Sa të bekuar jemi që jemi musliman. Të privilegjuar dhe të bekuar, po sa e dim se jemi, Kjo mbetet pikpyetje. sa e dim se ne jemi të privilegjuar me këtë din që Allahu Dhul Xhelal na ka dhuruar neve muajin e bekuar të Ramazanit, dhe në muajin e Ramazanit na ka dhuruar natën e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Kur thot me tham edhe një herë, kur thot më e vlefshme, do të thonë adhurimet, veprat e mira e kanë vlerën sikur ta bësh të njëjtën punë 1000 vjet ose mbi 1000 vjet. E mrekullueshme. Po. Mëkatet, falja e mëkateve, një natë shumë, le të themi, një zemër e hapur për të gjithë njerëzit. Dhe Zoti, sa falës është Zoti, po ta mendojmë, të hymë, ta logjikojmë, është e pa arritshme, dhe sa të vegjël ne ndjehemi përballë tij. Çfarë vlere ka në mëkatet kjo natë? Është shpresë e madhe që në njeri që i lutet Allahu Dhul Xhelal, i pendohet sinqerisht dhe i lutet, ne i themi istighfar. Istighfar është me kërku falje, me i drejtu Allahu Dhul Xhelal në këtë natë edhe me thonë o Zot, unë u pendova, se kemi taube dhe istighfar. Taube është pendim. Çka do të thotë pendim? Me u besatu me Allahun Dhul Xhelal se punën të njëjtën, të punë që e kam bën deri tashmë, o Zot, nuk e përsëris, e pasi besatojmë me Zotin se nuk e përsëris, edhe ja bëj obligim vetes ndërprerjen e saj, çka mbetet tash? Mbetet para ato të kërkoj falje, të ma falë Allahu Dhul Xhelal. Ky është taubja, falja e mëkateve. Dhe një njeri që i lutet Allahu Dhul Xhelal natën e Kadrit për faljen e mëkateve, pra e ka vlerën sikur ai është lut 1000 muaj. E para mendon një njeri të lutet 1000 muaj, Allahu Dhul Xhelal me siguri ja fal. Po ja fal njëri që është lut natën e Kadrit, bara sikur të ishte lut 1000 muaj për faljen e mëkateve. Gjasat të mëdhajon që natën e Kadrit gjunaqarët, mëkatarët të falen, përveç atyre, e di cilët nuk falen, ato që s'dojnë. Ato që? Që s'dojnë, që nuk dojnë. Që nuk duan. Po, ato që nuk duan. E kush është ai që nuk don? Ai që nuk i drejtohet Allahut. O Zot, më fal në këtë natë. O Zot, mos të më ik kjo natë une të dal nesrët i pa falur me gabimet, me mëkatet që kam bërë deri tash. O Zot, une duhet më falish dhe Allahu Dhul Xhelal ja fal. Pra kjo është natë, është potencial çdo gjunaqar që të falet në këtë natë. Përpos mëkateve, i nderuar Hoxh, përpos zemërgjësisë që Zoti tregon në këtë natë të madhe që jemi sonte, thuhet që në këtë natë përcaktohet edhe jeta e njeriut, fati i njeriut. Shkruhet kismeti i tij, siç e thon në gjuhën tonë. Sa është e vërtet kjo gjë? Është e vërtet se natën e Kadrit Allahu Dhul Xhelal më shumë ka të bëjë me exhelet, me mbarimin e jetës së njerëzve. Edhe pse Allahu Dhul Xhelal mbarimin e jetës së çdo kujt e ka regjistruar, e ka caktuar para se t'ia frin shpirtin në trup, para se të jetë i gjallë, duke qenë i vdekur. Ja regjistron, ja cakton, ne i themi exhel. Çka do të thotë exhel? Ndarja e shpirtit nga trupi. Ne i themi vdekje, po ajo nuk është vdekje, ajo është transfer. Ne themi ka ndruar jetë, po ka ndruar jetë. Se njeriu në mitrën e nanës formohet 4 muaj. Zhvillohet. Po. Është i pa shpirt. Po. Është i vdekur. Po enigma këtu, sekreti është si ai zhvillohet duke qenë i vdekur. Si zhvillohet? Ajo është vetëm fuqia e Zotit. Fuqia e Zotit diçka të zhvillohet duke qenë pa shpirt. Pas 4 muajve dërgon një melek, një engjëll, i cili ja shkruan riskun, exhelin, dhe e din Allahu Dhul Xhelal se çfarë njeri do të jetë, ai besimtar apo jo besimtar, bën mirës apo bën keqes, kështu. Duke qenë në barkë të duke qenë edhe mo hala para se t'ia frin shpirtin. E pastaj ja frin shpirtin edhe ai ndjehet i gjallë. Andaj Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thot kuntum amwatan fa ahyaakum. Ju keni qenë të vdekur, po unë ju kam gjallë. Kur? Pas 4 muaj dhe ditëve kur ne ka fri shpirtin. Kjo më veç e caktuar është e caktuar edhe ky shpirt kur do del nga ky trup. Këto dy komponente, njeriu përbohet nga 2 komponente, trup, shpirt.
kur ky shpirt do të del nga ky trup dhe ne e quajmë të vdekur, që nuk është i vdekur, do të ndrojë jetë. Kjo është e caktuar prej atëherë. Mirë po, çka ndodh natën e Kadrit? Natën e Kadrit, Allahu dhul Xhelal Melekul Mautit, atij që merret me këtë çështje, ja jep regjistrin vjetor apo listën vjetore me emrat e atyre të cilët gjatë këtij viti derisa të vjen nata e Kadrit e vitit tjetër, këto duhet të kalojnë në botën tjetër. Kjo është ajo që përcaktohet. Domethënë, nga arhiva globale, i them ne nga Lauhi Mahfudhi, Allahu dhul Xhelal ja jep Melekul Mautit listën apo regjistrin vjetor. Edhe ai emën që ekziston çat listë që e merr Melekul Mauti me vete, me ato emra të caktuar sekundin, vendin, kret, madje që Melekul Mauti mund të thotë tash mirë ke, po ja që si mjet në këtë natë të Kadrit, më është dhënë lista, regjistri, në këtë listë që barti une, të më thotë mu është edhe emri yt. Me numër kaq, me këtë sekund bënu gati, dhe atyre të cilëve ju zbret emri në atë listë, në atë regjistër, ata nuk mund të mrinë natën e Kadrit tjetër. Kur të vinë natë e Kadrit vitit tjetër, Meleku e ka pastru. Ato kanë shkuar në... Kanë shkuar ato, që është sikur e kanë pas momentin, sekondin, Melekul Mauti i ka dërzu edhe kanë vazhdu në botën tjetër. Një njeri që nuk i zbret emri në natën e Kadrit, në atë listë, ai nuk ka gjasa të del nga kjo botë. Pse? Allahu dhul Xhelal nuk e ka vullos daljen e tij nga kjo botë. Nuk është i përzgjedhur. Nuk është i përcaktuar për këtë vit. Pra kjo është ajo që në natën e Kadrit ndodhen edhe kjo, përveç atyre që ndodhin tjera, ndodhe edhe kjo përcaktimi i largimit të njerëzve nga kjo botë në botën tjetër. Natë e madhe shumë dhe natë shumë me vlerë. Nata e Kadrit tani është më e vlefshme vetëm gjatë muajit Ramazanit apo gjatë edhe muajve të tjerë, domethënë më gjerë se aq. Tash ne u kuptuam se muaji Ramazanit është më i vlefshëm mbi të gjithë muajt. Se gjithçka. Atëherë nata e Kadrit kur është? Në muajin e Ramazanit. Nata e Kadrit është më e vlefshme se gjithë viti komplet është nata e Kadrit. Pra gjatë vitit kemi një natë dhe një ditë më me vlerë. Nata më me vlerë gjatë vitit është nata e Kadrit. Dita më me vlerë gjatë gjithë vitit është dita e Arafatit. Plus na kemi edhe një natë dhe një ditë të vlefshme, të dalluara nga të tjerët, e kemi javore. Ajo është nata e Xumë, është nata më e vlefshme javore, dhe dita e Xumë është dita më e vlefshme javore. Por këto kanë të bëjnë me javën, kurse nata e Kadrit ka të bëjnë me vitin. Nata e Kadrit është më e vlefshme gjatë gjithë vitit. Pasi ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit, e muaji Ramazanit është më i vlefshëm nga të gjithë ata 11 muaj tjerë. E përmendët që parë Xhibrilin edhe melekët i përmendët, por unë doja të di pak më hollësisht, të mësoj nga ju. Besoj që edhe publiku është dakord për këtë, që çfarë bëjnë atë natë melekët dhe Xhibrili, çfarë bëjnë ato në këtë natë kaq të madhe? Me zbritjen e tyre, melekët që zbresin i vizitojnë muslimanët dhe i luten Allahu dhul Xhelal për mirësinë e tyre, për faljen e tyre, për begatinë e tyre, për të gjitha luten melekët për ata të cilët në atë natë angazhohen me adhurim, me ibadet. Ata meritojnë lutjen edhe istigfarin e melekëve, nga se melekët pa ndonjë interes, pa ndonjë arsye, melekët luten për besimtar. Madje që Allahu dhul Xhelal na tregon se edhe melekët e Arshit, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, ata të cilët bartin arshin e Allahut, thronin e Allahut, ata bëjnë istigfar, e madhrojnë Allahun dhul Xhelal, bëjnë tesbih, bëjnë dhikr, wa yastaghfiruna lilladhina amanu, dhe prej atje bëjnë istigfar, kërkojnë falje për besimtar. Ata kërkojnë falje për besimtarët. Të njëjtën e bëjnë edhe të gjithë melekët që zbresin në krye me Xhibrilin, se ai është më i vlefshmi nga të gjithë melekët, është Xhibrili, të gjithë ato bëjnë lutje
përshëndesin muslimanët me selam, kërkojnë falje për besimtarët tek Allahu dhul xhelal. Dhe është një vizitë që ne shumë pak jemi të mirënjohur, shumë pak dim ta vlerësojmë se neve na vjen një mysafir prej jashtë, sa përgatitje bëj. Ne shohim për shembull shtetet, normal, çdo shtet, kur i vjen një mysafir nga lart, çfarë përgatitje bën? Plot gjëra. Shumë, është normale që bajnë përgatitje mysafiri. Vjen një mysafir prej jashtë, shteti jon i bën përgatitje, mirëpritje. Shkon një jashtë, e ka të njëjtën dhe kështu pra. Kush vjen një njeri normal, po është me famë, me pozitë, me para mendo të vi Xhibrili dhe melekët të vinë të vizitojnë këtë umet, edhe ai mos e ndjeje veten hiç si favorit, si privilegjuar. Pa është krenari dhe duhet është një lumturi e veçantë. Edhe me të vërtet ato duhet atë krenari, atë privilegj duhet me shpreh shpirtërisht. O njerëz, a dini kush vjen sonte? Me ju tregu fëmijëve, me ju tregu familjeve, me i tregu njëri tjetrit, se kjo natë nuk është një natë e rëndom. Edhe kjo nuk përsëritet. Sonte është fati të vinë melekët dhe të na vizitojnë dhe të na bekojnë dhe të kërkojnë prej Allahu dhul xhelal faljen tonë. Kjo me të vërtet me marrësh ta analizojsh. Ashtu si i ka hije, është një privilegj i madh. Dhe duhet me gëzim kur vjen muaj Ramazanit, me prit me gëzim të madh se gjatë këtij muaji është nata e Kadrit dhe në natën e Kadrit vinë melekët na vizitojnë. Vin Xhibrili na viziton. Para mendo. Po këtë duhet me pas parasysh, këtë duhet me u përgatit shpirtërisht, me zemër, me prit këtë natë, edhe me u gjet me vepra, me punë të mira, me të cilat kënaqen edhe melekët kur na shohin dhe është i kënaqur vetë Allahu dhul xhelal, madje që Allahu dhul xhelal kur kthehen melekët, kur i raportojnë, thot melekët e mi dëshmoni se unë i kam fal. Çfarë kërkon më të madh? Dëshmoni pra se unë që ata të cilët kanë adhuru, kanë lexu Kur'an, kanë bë dhikr, kanë bë dua, kanë lip falje, janë pendua, pra jeni dëshmitar se unë i kam fal. A ka dhurat më të madhe? Jo. Po. Po të din ta vlerësojnë. Kjo është problemi. Tani, pas gjithë këtyre gjërave të bukura që po tregoni, nderuar hoç, pas gjithë këtij emocioni që realisht po më jepni mua dhe besoj dhe publikut, ndoshta është e kohë të ta pyes, por unë do ta pyes si pyetje. Si duhet të ndihet njeriu në këtë natë? Po. Jo, nuk është e kohë, shumë e vend që natën e Kadrit muslimani duhet të ndjehet shumë i lumtur, që thash më pa, shumë i kënaqur. Edhe atë kënaqësinë që e përjeton, ti porositë edhe të tjerët, mos rrini në fjalorin tonë i thënë gaflet, neglizhencë, në pakujdesje, me u marrë me punë pa vlerë. Duhet të ndjehemi në natën e Kadrit se me të vërtet jemi të privilegjuar dhe jemi potencial për falje. Para mendo kur thot Allahu dhul xhelal melekëve dëshmoni se i kam fal. Çfarë pret muslimani më tepër se me ju fal gabimet që janë bërë gjithë vitit, edhe vjen kjo shans për dal nesër i pastër para Allahu dhul xhelal. Pra ndjenjat duhet të jenë me të vërtet në nivel të ndjehemi të lumtur, të kënaqur se jo vetëm se është nata e Kadrit. Nata e Kadrit si natë asnjë dobi nuk e ka njeriu që nuk e vlerëson, dhe njeriu që e kalon në xhum apo në lojra apo në muhabete të kota apo natë e Kadrit para njeriu s'ka kurfar vlerë. Ka humb shumë ai tek Zoti. S'ka, ama natë e Kadrit atij i ka kalu si një natë e rëndom. Po. Po këtë vlerë që e shpjegon Allahu dhul xhelal dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për natën e Kadrit vlen për ata të cilët dinë ta vlerësojnë dhe dinë ta shfrytëzojnë. Janë dy çështje. Me ditë me vlerësu dhe me ditë me shfrytëzu. Ai që nuk din ta vlerëson, as që din ta shfrytëzon. Prandaj duhet të ndjehemi shumë të lumtur dhe të kënaqur për këtë dhuratë që Allahu dhul xhelal ja ka dhënë te umeti. Është mrekulli. Realisht është mrekulli. Mirë ato që nuk din ta shijojnë këtë natë. Allahu udhëzoft inshallah edhe ata. Cila është lutja që profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, ka këshilluar për këtë natë?
Allahu e shpërbleft Aisha radhiyallahu anha, Hazreti Aisha, nëna e muslimanëve. Ka qenë e kujdesshme dhe ka qenë e interesuar për çdo gjë që është e dobishme. Dhe kujdesi i saj për të patur dobi dhe interesimi i saj që ka patur për fe dhe për të fituar shpërblime ka kalu deri te ne. Ajo është shkaktar që e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, o i dërguar, po që se e takoj natën e Kadrit. Çka do të thotë po që se e takoj? Që do të thotë me e kërku natën e Kadrit. Ajo që është më e vërtet, tham, nata e Kadrit është në muajin Ramazanit. Po. Edhe duhet me kërku për çdo natë. Po. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë kërkonje në 10 e fundit në tek e pastaj shpresat, mendimet aty se është 27 anet. Po Aisha kështu i ka thonë. Nuk ka thonë o i dërguar, çka të kërkoj unë dhe çka ti lutem Zotit në natën e 27. Jo, ka thënë në natën e Kadrit. Çka nëse e takoj. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Aisha, thuje këtë dua. Shumë e lehtë. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ne në fjalorin ton, në gjuhën ton, kemi gjuhën shumë të varfër në krahasim me gjuhën arabe. Shumë të varfër e kemi. Jashtë mase. Se përkthehet kjo dua, o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua, po nuk është mjaft. Se falës është gafur. Gafur është falës. Po. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i tha thuj o Zot ti e gafur. Sa i gafur është që falën, po. Pa afuvun në formën shumës, afuvun afvonshte me ta fal gjunahin dhe me ta fshi, se ka një variant se Allahu dhul Xhelal i falën gjunahet, i falën, po mbetin të regjistruara në regjistër. Po. Janë falë, më ka mbet aty. Po. Për shembull, dikush e ka regjistruar njërin si ka marr borxh. E tani e lan borxhin. E ai thotë u kri, borxhi u la. Po atë çka duhet me bu? Duhet me fshi. Po, që mos mbeten në Që regjistër. mos mbeten gjurmët, mos mbetet e fshin dhe fletoria mbetet e pasta. Dhe afuv ati hin shëndeti, lumturia, kënaqësia familjare, harmonia familjare, presat. Domethënë me fjalën afuv nuk është vetëm falje, por ne nuk i kemi fjalorin. Ndryshe themi o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Atëherë mund të them, o Zot, ti je ai që dhuron, ti je ai që fal, ti je ai që i fshin gjunahet, dhe ti je ai që begaton, dhe ti je ai që mëshiron. Edhe sot mundi me thonë, edhe mo nuk është plotësu që ajo duaja, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra them, porosis veten, edhe çdo kënd që ta thot këtë lutje natën e Kadrit më të madhe, që inshallah Allahu dhul Xhelal edhe të na falje, edhe të na begaton, edhe të na bekon, edhe të na bashkon, edhe të na jep shëndet, edhe të na jep harmoni, edhe të na jep lumturi. Krejt këto hinë në çat fjalë innaka afuwwun. Pra kjo është lutja të cilën duhet bëj, ja vlen të bëhet natën e Kadrit. Por jo me mbet vetëm me kaq, thash me fal namaz, edhe me ju drejtu Allahu dhul Xhelal, edhe me lutje tjera. Nuk janë vetëm këto. Natën e Kadrit njeriu, nëse është i smundi, lutet për shëndet. Po. Nëse ka një telashe, ka një problem, i lutet që Allahu t'ja largon. Nëse ka problem me evlat, me fëmijë, duhet t'i lutet Allahu dhul Xhelal që Allahu t'ja udhëzon. Nëse nuk ka evlat, nuk ka fëmijë, t'i lutet Allahu dhul Xhelal që fëmijë t'i dhuron. Nëse i është ngatruar, natën e Kadrit është shumë e hapur, shumë e gjerë, ka vend për lutje, dhe Allahu dhul Xhelal kur nuk i bëhet ballë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu i lartë mua, i lartë madhruar, kur nuk mërzitet nga dikush që e lut, po sa më shumë e lut, Allahu më shumë e don. Kurse te njerëzit është, nëse një herë i kërkon një diçka, ta kryen një punë, edhe një herë thot ballbe mo, mërzitet. Allahu dhul Xhelal kur nuk mërzitet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu nuk mërzitet nga lutjet e njeriut, derisa vetë njeriu nuk mërzitet duke u lutur. Pra më shumë ne mërzitemi nuk lutemi,
se sa të mërzitet hasha ve kella, Allahu dhul xhelal. Pra, dikujt ju ka vanu kismeti i vajzës, dikujt ju ka vanu kismeti i djalit, dikujt ju ka vanu lindja, dhurata e fëmijëve. Të gjitha hin këto në natën e Kadrit. Natën e Kadrit Allah i pranon të gjithë. Natë shumë e vlerë, i nderuar hoq. Po si mund të përfitojmë sa më shumë nga kjo natë përmes namazit, lutjeve dhe dhikrit? Të gjitha këto duhet të bëhen natën e Kadrit. Namazin, elhamdulillah, se ne falim namaz teravije, falim disa vende dhe namaz nate, por ata që nuk mundet të shkojnë në xhami të falin namaz teravije, namaz nate, falin në shtëpi, njëjta në shtëpi, dhe leximi i Kuranit, dhikri, kur them dhikri, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, është një dhikr shumë i ëmbël i këndshëm që Ibrahimi a.s. e ka porosit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në natën e Mirajit, ka thonë: o pejgamber, porositi umetin tënd të mbjellin pemë xheneti, të mbjellin pemë në xhenet. Si do t'i mbjellin, o pejgamber? Ka thonë të thonë subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Shumë e lehtë. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. Ke mbjell një pemë në xhenet. Pra nata e Kadrit është e hapur për të bërë lloj dhikre, lutje, duaja, për të kërkuar falje, të gjitha. Të gjitha këto ja vlen të bëhen natën e Kadrit. A ka ndonjë namaz të veçantë që mund të falet në këtë natë madhe? Nuk ka namaz të veçantë, se në disa vende praktikojnë një lloj namazi, nuk e di me. Pra se e kam dëgjuar këtë që ka namaze të veçanta. Jo, namazi i veçantë është namazi natës, siç e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mira është, nëse nuk falet namaz natë në xhami, e mira është në këtë natë të falen 8 rekat, nga 2 rekat me dhënë selam, jo 4, po 2 plus 2, 2 plus 2. 8 rekat dhe në fund të mbyllen me salatul vitr, edhe pastaj t'i drejtohemi Allahu dhul xhelal me lutje pas namazit të natës. Namazi natës është shumë i vlefshëm, jo vetëm në natën e Kadrit, por çdo herë në hisën e tretë, në pjesën e tretë të natës, që do të thotë 1 orë, 2 orë para mëngjesit. Atëherë është ajo kulminacioni ku Allahu dhul xhelal çdo adhurim në këtë natë e don, dhe çdo lutje në këtë natë e pranon, edhe thot: a ka dikush që më lutet, unë t'ja pranoj lutjen, që më kërkon diçka t'ja jap, dhe që kërkon falje, unë ta fali. Pra nata e Kadrit është potencial për të gjitha këto vepra. Kurse namaz, kam dëgjuar në disa vende, falin 2 rekat namaz, lexo 7 herë kul huvallahin, nuk e di çfarë me xhamat, nuk ato namaze nuk ekzistojnë. Ajo që ekziston është ato që ka bërë i dërguari sallallahu alaihi wasallam për çdo herë. E tani dua të ndaloj pak te namazi i natës, sepse mua më ka ndodhur që më kanë thënë, për shembull, dikush x person ka thënë që namazi i natës nuk ka vlerë gjatë muajve të tjerë, e ka vlerën vetëm nga fillimi deri në fund të Ramazanit. Ndryshe duhet ta themi. Namazi i natës çdo herë ka vlerë gjatë vitit, po më shumë vlerë ka në Ramazan. Apo? E vërtet. Gjithë vitin namazi i natës është i dashur te Allahu dhul xhelal. Namaz natë me fal, njeriu i afrohet Allahut. Pse? Natën është ibadeti më i vlefshëm, se nata është nuk duket, falen njerëzit në sheft, ha? Edhe në një hadith i dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë: "O salli salat al-layl", falen namazin e natës kur njerëzit flejnë. Falni namaz natë kur njerëzit flejnë. Para mendo, kur të gjithë qerët flejnë, ti u ke çuar dhe i drejtohesh Allahut dhul xhelal. Kjo vlen gjithë vitin. Nuk ka natë që është ndaluar apo nuk është e vlefshme namazi i natës. Por në muajin e Ramazanit ka edhe më shumë vlerë. Ka tjetër vlerë. Në natën e Kadrit edhe më shumë. Ka edhe më shumë. Kështu pra. E vërtet. Cilat janë disa nga shenjat që tregojnë se pikërisht, ne e thamë që nuk mund ta gjejmë pikërishten, por le të bazohemi që kjo është sonte nata e Kadrit. Ne ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato mund ta themi kur gjo tjetër,
ato që e dim që është e sigurt se është në muajin e Ramazanit, dhe e kërkojmë në 10 e fundit në tek, dhe pak më shumë më tepër e kërkojmë në natën e 27, dhe si shenjë që Allahu Dhul Xhelal e ka pranuar adhurimin ton, agjërimin ton, veprat tona, është nata e Kadrit, si do ta kalojmë ne. Nëse e kalojmë natën e Kadrit me ndjenja, me dashuri, me vullnet të adhurimit, është një shenjë që Allahu Dhul Xhelal na e ka pranuar. Por edhe një herë them, jo të lihet vetëm natën e Kadrit, por të jemi aktiv gjithë muajin e Ramazan. Si është atmosfera e kësaj nate sipas haditheve profetike? Do të thosh si duhet të jetë atmosfera. Si duhet të jetë, po? Ndonjë fest e bukur? Po, shikoj, nata e Kadrit është edhe më e madhe se Bajramit. Realisht po. Është më e vlefshme se Bajrami. Po. Mirë, po ne në Bajram, si të them, Bajramin e festojmë më madhështor Po. se natën e Kadrit. Pra nata e Kadrit duhet të festohet, të kemi ndjenja, të adhurohet gjatë natës Kadrit, se nata e Kadrit është ajo me të cilën Allahu Dhul Xhelal na fal, e pastaj kemi të drejtë të festojmë Bajram. Pse festojmë Bajramin? Se na ka falë Allahu Dhul Xhelal. Të mos ishte nata e Kadrit, dhe adhurimi i natës Kadrit, festimi i Bajramit do të ishte shumë i zbet. Po në sajë të kësaj ne kemi drejtë dhe shprehim gëzim, urim e kështu me radhë. Lumturinë tonë. Po. Çfarë duhet të bëjë një besimtar nëse nuk është i sigurt për natën e Kadrit, edhe pse më tani teknologjia ka ecur edhe e kuptojnë njerëzit, por ka edhe nga ato që janë në mëdyshje, jo është sonte, jo është sonte, kemi edhe nga këto. Po, është normale që ne pretendojmë dhe shpresojmë që të jese natën e 27, sonte si natë e Kadrit. Po jo të fokusohemi vetëm natën e Kadrit. Se Aisha radiallahu anha si ka thonë, ja Rasulullah, nëse e takoj natën e Kadrit, që do në të thot ajo, për çdo natë ka bo adhurim, për çdo natë ka bo lutje, për çdo natë ka bo istikfar, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri diku tham e ka afruar, që ka thonë kërkonje në tekin e 10 të fundit, e sidomos në 27-ën, por nuk ka thonë se është krejt e sigurt, që do në thotë na jep në mundësinë që ta kërkojmë edhe jashtë. Po pak më tepër, të shpresojmë, jo të garantojmë, nuk ka garant, po shpresojmë me të madhe që të jetë nata e 27, pra gjithë ditën e 26, nata e 27 është nata e Kadrit. Inshallah është. I nderuar Hoxh, besoj që merit të madhe kanë edhe nënat, bashkëshortet, të cilat gjatë gjithë muajit shenjtë Ramazanit përgatisin iftarin, përgatisin sifyrin, duke agjëruar, kanë edhe ato relata të mëdha tek Zoti. Ato kanë më shumë se meshkujt. Femrat që përgatisin iftar e sifyr kanë vlerat më të mëdha. Pse? Se ato qeret janë, si të them, deri diku hazërgji. Edhe pse burri punon për shembull, mirë, po vetë përgatitja e iftarit edhe sifirit ka një vlerë të veçantë. Edhe Allahu Dhul Xhelal inshallah i shpërblen shumë. Edhe të mundohemi, këtu e them si këshill që ma don shpirti, ja them vetes, të mundohemi që të bëjmë ndonjë iftar në familje, të bëjmë ndonjë iftar në shtëpi, të bekojmë shtëpiat tonë. Sa ti ku bëhet iftar, zbresin me laqet dhe bëjnë dua. Dhe kur bëhet duaja e iftarit, me laqet janë prezent. Prandaj, të bëjmë ndonjë iftar, nuk do të thotë sikur ato me numër të madh që i bëjmë në restorane, në parasaj, po ka pak, një ditë një familje, një ditë një familje, një iftar një familje, që t'i zbukurojmë shtëpitë tona me iftare, të mos i shprazim shtëpitë tona, të mos i lëmë mangët nga bërja e iftarit. Kush s'ka mundësi, s'ka, po ato që i kanë është mirë, pak se vlera shumë e madhe e iftarit të cilën e përgatisin në shtëpi. Dhe këtu mund t'ja dhurojmë motrave, nanave tona një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë femra
është pjesëmarrëse, i thojmë ne hisedare. Po. Në çdo vepër të mirë që bën burri jashtë shtëpisë, ajo ka hise në to. Pse? Se ajo është arsyeja, ajo është shkaku që ati mundsohet. Të shkojë për shembull të ndihmoje, të shkojë të marrë pjesë në varrim, të shkojë të vizitojë një të samur, të gjitha punët e mira që i bën burri jashtë shtëpisë, ka hise edhe bashkëshortje. Ka hiset plot, ka se nuk do të ishte Allahu dhul xhelal është ai i drejtë absolut. Nuk do të ishte drejtësia atëherë sikur ajo rrin në shtëpi, e ki ngaj boj punë të mira, fito se vape, e ajo në shtëpi çka bën? Ajo është arsyeja dhe shkaku që ja ka mundsu këtij të bëj këto punë të mira. Prandaj është edhe hisedare në veprat e mira të burrit, është ka hise edhe bashkëshortja. Po. Tani jemi drejt fundit, i nderuar hoç. Si duhet të jeti përgatitur, si duhet ta pret një besimtar natën e Kadrit, netët e shenjta, edhe pse nuk ka natë më të madhe se nata e Kadrit, po si duhet të jeti përgatitur shpirtërisht, emocionalisht, por edhe fizikisht. Para është pendimi, tobja. Duhet me u pendu, me u pastru, që me qeni pastër, shpirtërisht, me qeni pastër, duhet me u pastru se cilat janë ato gjëra që e njullosin shpirtin. Siç njullosen teshat, banesat, kerri, çashtu njulloset edhe shpirti. Po shpirti njulloset me mëkate, me gjunahe, o nëpërmes të fjalëve, o nëpërmes të përgojimit, o nëpërmes të sharjeve, Zoti na ruaj, edhe njulloset shpirti. Me hyrjen e Ramazanit, duhet çdo njeri të bëj taube istighfar te Allahu dhul xhelal, të thotë o Zot, unë jam gati ta priti muajin e bekuar, inshallah pa gjunahe. Edhe kjo është shpirtërisht dhe me ndjenja, me dashuri, me vullnet, se punë e cila bëhet rutini, bëhet thjesht normale, nuk ka vlerë nëse nuk bëhet me ndjenja të pastra dhe me dashuri dhe me vullnet. I gjithë Ramazani, e sidomos këto duhet ta kemi në natën e Kadrit. I nderuar hoç, çfarë do të thotë të shfrytëzosh këtë natë madhe për ndryshimin e jetës tënde dhe për afrimin me Zotin? Gjitha ajo që tham, nëse ne fitojmë kënaqësinë e Allahut dhul xhelal natën e Kadrit, nesërët ne jemi dikush tjetër. Nesërët në ditën e 27, se në 27 net, do më thonë prej agimit, ngriten me lekët, raportojnë të Allahu dhul xhelal se neve na kanë gjetë mirë, me adhurime, me pastërtie, me ibadete, me data, edhe ne nesërët jemi më dikush tjetër. Kush jemi? Jemi pa gjunahe. Jemi ata që Allahu është i kënaqur me ne, dhe kur është Allahu i kënaqur me dikën, ja bën jetën e lumtur dhe të kënaqur. Nuk do të thotë se ai që është i kënaqur Allahu me to nuk sëmuret, por edhe kur sëmuret është i lumtur. Nuk do të thotë se ai nuk varfrohet, mund edhe të varfrohet. Po një njeri që është në kontakt dhe raport mirë me Allahun dhul xhelal, edhe kur është i sëmur është më i mirë se njëri që është i shëndoshë, i ka put raportet me Allahun dhul xhelal. Një njeri që nuk është i pasur, është varfru, por është në lidhje, në kontakt me Allahun dhul xhelal, është më i privilegjuar se një njeri që ka pasuri, por me Allahun i ka ndërprerë marrëdhënie. Një njeri që në familje, në shtëpi është rahat, po nëse me Allahun nuk i ka punët e mira dhe raportet e mira, nuk bëhet rahat. Por me qenë të gjitha këto, ne duhet me bë vepra të mira vetëm për hir të Allahut dhe lutja jonë të jesë o Zot, ti të jesh i kënaqur. E nëse është Allahu i kënaqur me neve, atëherë ne jemi të kënaqur në jetën tonë. Inshallah. I nderuar hoç Zekeria, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tim në këtë natë të madhe. Unë uroj që Zoti në këtë natë ju falë shëndetin, amin gjithve, ja. Forcën, edhe t'ju kemi gjithmonë pranë nesh, sepse mësimet e juaja, këshilla që ju na jepni, sidomos në ditët ku ne jetojmë, kanë më shumë vlerë si gjithçka. Inshallah. Faleminderit shumë edhe një herë. Allah ju rujt, e qoftë kjo natë e bekuar, e qofshim të bekuar për hir të kësaj nate, të falur e të lumtur inshallah.
Amin. Allah na i pranon veprat e mira neve dhe gjithë umetit. Amin. Selamu alaikum. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë juve dhe ata të cilët na ndëgjojnë dhe na përcjellin. Allahu qoftë i kënaqur. Amin, i nderuar hoxh. Allahi radhi. E pra të dashur shikues, këtu e mbyllim edhe edicionin e natës së madhe, natës së Kadrit, natës më e vlerë. Nga zemra, gjithashtu siç uroj dhe hoxha, edhe unë ju uroj që të keni dashuri, shëndet dhe lumturi, bëni vepra sa më të mira, sepse duke qenë më të mirë, ndërtojmë një shoqëri më të bukur dhe fitojmë dashurinë e Zotit. Ne do takojmë sërish të mërkurën e radhës, deri atëherë qëndrofshi bukur dhe të lumtur në familjen tuaj.